Këta aktor kanë bu për një me pare si vjetë, po kush u pagu mas shumëti. Bitch, I felt like Tony Montana! Some people look at Sonny Hayes. 15 years ago, me and your mom were non-official cover operatives for the CIA. You're the only one at that church who hated his guts. The spirit really moved him today, huh? CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? Sot që kene mod nuk jënë trendi se qysh kanë qenë, për me marrë një aktor me renome dhe që i pëlqen publikut, për një me kushton. Pa kemi nuna e herë se për një me i marrin. Hajde pe marrin vesh, se ke hongër salatën ruse, se më nuk më ngën. Numër 5, Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, $25 million. One Battle After Another është ndër filmat më të dashtën edhe më të përfolur të vitit, një sferë e re komplet për Leon, edhe të njëjtën kohë diskutohet si performanca më e mirë e tij ndonjëherë. Leo gjithmonë munduhet me e kalu performancën e fundit dhe për këtë arsye nuk është as pak i lirë, se edhe shpenzimet i ka të mëdha, qyria femnat që i ka pas. Plus edhe nashta bëhet prapë me Oscar, kështu që të shohim, nëse po për një meja ka vlej. Numër 4, Brad Pitt, F1, $30 million. Any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an awesome kid. F1 është hiti më i madh i Apple TV qysh prej kur ja ka nis duke kalu shifrën e $630 million në mbar botën edhe një ndër filmat më të veçantë këtë vit. Është bo filmi sportiv me fitimet më të larta të gjitha kohërave, edhe filmi më i suksesshëm mbi garat me makina. Ky është filmi gjithashtu me fitimet më të mëdha në karrierën e Brad Pittit duke kalu suksesin e tij të mëparshëm në World War Z, kështu që ja ka vlejt. Numër 3, Cameron Diaz, Back in Action, $45 million. Back in Action është tamam filmi i lirë që qëllon pa hirin TV, por të njëjtën kohë me një aktore shumë të shtrejtë. Back in Action i Cameron Diazit edhe Jamie Foxx është një ndër sukseset masive të shikueshmërisë për një dështim i kritikës, por se ky projekt shënon rikthimin e Diazit në aktorin pas një pauze 10 vjeçare, për që ato edhe ka kushtu shumë. Edhe pse dështim për kritikët, filmi ka arrit 46.8 milion shikime në vetëm 3 ditët e para, duke shënuar hapjen më të madhe për një film në gjuhën angleze në Netflix që nga viti 2022. Numër 2, Daniel Craig, A Knives Out Mystery, $50 million. Everyone thinks I did it. I didn't do it. Daniel Craig i njohur si James Bond i legjendar nuk është as pak i lirë, bile kur të menon ma i shtrejt se koqa do, por që në A Knives Out Mystery është mjaft e suksesshëm. Filmi mori një vlerësim kritik shumë të lartë prej 94% edhe një vlerësim nga publiku prej 94%, duke u certifikuar si fresh me 20.2 milion shikime në vetëm 3 ditët e para. Numër 1, Tom Cruise, Mission Impossible 8, $130 million. Your destiny. I have no regrets. Qyre me u bore al, Tom Cruise i meriton edhe ato pare se krejt senet i bën vet, e sidomos së stunts, edhe nuk është më i ri qysh ka qenë, që e bën edhe ma problematike. Për fat keqësisht, ky film konsiderohet një dështim financiar ose përndryshe flop, pavarësisht vlerësimeve pozitive nga publiku edhe kritikët, krejt kjo shkaku i një buxheti gjigant prej $400 million. Filmi është dashur me i fitu të paktën $800 million deri në $1 miliard për me arrit pikën, por ka arrit me i mbledh vetëm $599 million. Të paktën jepja një çmim se gjuna. Kjo ke lista aktorëve më të paguar për këtë vit. E let me know në komente se çka po mendoni. A e keni prit dikon tjetër, edhe a e keni pa këta filma. Mos harroni me bo follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.